doja të ndasha një qik ato që janë më lartë në veprimet e këtij muaji, atëre më lartë është binjakët. Shenja e ajrit në trekëndshin e tyre. Është shumë mirë, i jep mënyrën e komunikimit në mënyrë të mrekullueshme, mund të ketë një fat, quhet, një sekond të fatit që mund të shfrytëzohet nga shkatësia dhe shpejtësia që kanë, mund të marrë një pozicion të shkëlqyer, rastësia, por ai shfat. Rastësia mund ta çojë aty. Rastësia mund ta çojë te parat. Rastësia mund të jap një shans të mrekullueshëm për të vendosur për jetën e vet. Nuk përjashtojmë ujorin, absolutisht, e kupton? Por jo më tepër kemi binjakët, se është pjesa e parë. Sepse janë fortuna, futen te fortuna. Kur këta futen te fortuna, i bëjnë veprimet shumë të shpejta dhe IQ-n e kanë pak më të lartë, kuptohet, dhe shfrytëzojnë momentet, nuk ngecen. Peshorja po njëkohësisht është në vendin e vet dhe në pozicionin e vet që ka pikat më të mira. Është e favorizuar nga vetë natyra, apo vetë vendi, apo vetë koha që ka sjellë në vendin e vet. Kemi Luanin që është shumë i favorizuar. Një loj fati, një bingo, një trashëgimni, një diçka nga rastësia. Janë me njerë të shfrytëzuar, ose të mirëpritur të fatit të tyre. Domethënë kanë hapësira të mrekullueshme. Nëse nuk e kanë tani në këtë pozicion, deri në fund të peshores, këta do jenë të favorizuar.